إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, temat të cilën fillimisht të përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do që përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën muaji Shaaban dhe vlera e tij. Vëllezër të dashur, ditën e hënë, pra këtë të hënë me 19 e janarit, pas namazit të akshamit, është edhe nata e parë e muajit Shaaban, muaj i dalluar në vlerë, në mirësi, edhe në shpërblime të Allahut të lartësuar për dallim nga muajt tjerë. Vëllezër të dashur, krejt njerëzit pa përjashtim, të gjithë bëjnë përgatitjet e tyre për gjithçka. Nëse është në pyetje pushimi, bëjmë përgatitje një vit para. Nëse është në pyetje karriera, bëjmë përgatitje vite me radhë. Kjo është e kërkuar, është e mirë, është e lavdruar. Mirë po ajo që kërkohet është e mirë dhe e lavdruar, është edhe para përgatitja jon e cila duhet të bëhet para muajit të bekuar të Ramazanit. Pra, ne duhet të përgatitemi për muajin e Ramazanit, pasi që ky muaj që do të hyjë në ditën e hënë është muaj që i paraprin muajit të bekuar të Ramazanit. Nëse shohim se si përgatiteshte Muhamedi alayhi salam, do ta shohim dhe ta gjejmë se ai dhe sahabët, shokët e tij, në këtë muaj bënin më shumti nga përgatitjet ishte agjerimi vullnetar. Atëherë le të jemi edhe na nga ata të cilët përgatiten në këtë muaj duke shtuar agjerimin ton në këtë muaj, që ne ta përjetojmë edhe më mirë muajin e bekuar të Ramazanit. Nëse përgatitemi çtash, e mësojmë veten me agjerim, e mësojmë veten me ibadet dhe adhurim, atëherë edhe më shumë shpërblime do të marrim në Ramazan, edhe më shumë do të afrohemi te Allahu xhaleshanu, edhe më lehtë do ta kalojmë muajin e Ramazanit, po që është qëllimi, edhe më shumë do të kënaqemi, po edhe do të arrijmë devotshmëri më të madhe. Thot pejgamberi alayhis salam, an Aisha radhiyallahu anha qalet, tregon Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. Pejgamberi alayhis salam për këtë muajt e vitit nuk ka plotësuar asnjë muaj të tërin me agjerim përveç Ramazanit. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. Dhe nuk e kam pa që më shumë ti agjeronte se në muajin Shaaban. Për atë të mundohemi edhe ne dhe pasaj nëse agjerojmë, përgatitemi me agjerim më shumë në këtë muaj, do ta shohim edhe më shumë, do ta ndjejmë edhe më shumë, do ta shijojmë edhe më shumë kënaqësinë e muajit të bekuar të Ramazanit. Përveç përgatitjes me agjerim, ne duhet shtuar edhe përgatitje tjera, cilat janë ata. Është mirë që ne më shumë të shtojmë për kujtimin tonë ndaj Allahut, me subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Pastaj me lexim të Kuranit dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme, pastaj edhe të shtojmë namazet nafile vullnetare
më shumë sa që kemi pas deri qtash. Po ashtu nga përgatitje tjera është që është e preferuar është edhe lëmosha pra dhenja sadaka nevojtarve. Lusim Allahun xhaleshanu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tija të larta të na bëjë neve, të bëjë fëmijët tonë dhe mbar besimtarët musliman nga ata të cilëve Allahu do t'ja mundsoj të përgatiten sinqerisht, mirë, fuqishëm në këtë muaj, pastaj të na jep shëndet, të arrim Ramazanin, ta kalojmë me shumë kënaqësi, shpërblime dhe arritje të devotshmërisë të Allahu i lartësuar. Amin. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.